sezonit, por në fakt sezoni që pritet, a pritet të jetë në këto pritshmëri siç është hapja? Besoj që po, gjithë sezoni që presim këtë vit, besoj që do t'jetë si sot, me këtë pjesëmarrje fantastike, me këtë det fantastik, me këtë rër fantastike, dhe padyshim me diellin që sigurisht këtu s'mungon asnjëherë. Ne presim që ky të jetë një sezon shumë i suksesshëm, jo vetëm këtu në Darzez, por edhe në pjesët e tjera të Bregdetit Fierit. Pasti edhe përvojën tashmë e kemi të plot, edhe tradita gjithashtu, edhe investimet në fakt që kemi kryer gjatë këtyre muajve të fundit në infrastrukturën për drejt Bregdetit, besoj që do ta mundsojnë gjithmonë më shumë këtë gjë. Unë konstatoj me kënaqësi që sot është dita e parë, hapja e sezonit turistik, dhe ju e shikoni vetë se është parë pjesëmarrje fantastike. Dhe plazhi ka filluar. Dhe plazhi në fakt ka filluar, kështu që besoj që kështu do të vazhdojmë deri në fund. Të rejat ose ajo çfarë bën të veçantë këtë sezon për Bregdetin e Fierit? Së pari ne kemi bërë një shpërndarje më të mirë të gjithë hapësirës plazhit, duke ruajtur raporte drejta dhe sipas përcaktimeve ligjore të plazheve private dhe plazheve publike. Në ato që konsiderohen si parcela ose plazhe publike, ne si bashki kemi marrë gjitha masat, kemi shtuar numrin e vrojtuesve këtë vit, kemi shtuar numrin e kullave të vrojtimit për tritur sigurinë në plazhe. Do të kemi një bashkëpunim më të mirë edhe me privatët në këtë drejtim dhe për të bërë të mundur që të mos kemi asnjë rrezik në këtë pjesë. Gjithashtu, siç e thash në fillim, edhe investimet e kryera, tashmë në Darzez vjet shumë lehtë, shumë shpejt dhe shumë mirë pasi për gjithë fierakët, por jo vetëm, mjafton që nëpërmjet bypassit të vish tek kthesa e Apollonisë edhe me rrugën e re që kemi bërë, që ka përfunduar para disa muajsh, vim shumë shpejt dhe shumë mirë në Darzez. Ndërkohë jemi duke punuar për të kryer të njëjtat investime edhe në Bregdetin e Semanit, megjithëse për hir të së vërtetës, Bregdeti i Semanit vazhdon të ketë pak ato probleme që ka me ekspansionin e detit në një pjesë të tij, por pjesa tjetër është ende shumë e mirë, është njësoj si Darzeza, është shumë e përshtatshme dhe besoj edhe aty me investimet që do të kryejmë do të kemi dy pole shumë të rëndësishme të Bregdetit të Fierit. Ndërkohë Pishporua si gjithmonë ngelet një perlë më vete, ngelet një thesar i fshehur, ngelet një gjë totalisht e virgjër dhe ndofta këtë vit ajo do të jetë që mund të ftoj njerëzit për ta zbuluar pjesa e Pishporos. Aty jemi duke menduar në fakt që mund të hapim edhe një fushë të madhe për të joshur dhe për të sjellë turistët që vinë me rulota. Sepse vetë struktura e Bregdetit atje është e tillë që e mundson dhe e lejon shumë mirë këtë gjë. Mjafton që atje të çojmë ujin, të çojmë edhe pjesën tjetër për pjesën e shkarkimit të ujrave të zeza apo energjinë elektrike dhe do të jetë një gjë shumë e përshtatshme. Edhe pjesa e Pishporës. Ndaj unë me shumë kënaqësi uroj të gjithë pushuesve fierak, le të jetë një sezon i mbar, le të jetë një sezon i mirë për të gjithë, gjithashtu edhe juve ju uroj dhe shumë faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Është vendi jonë, Nuk bën dhe shumë shpenzime se je këtu afër apo jo, është dhe kjo? pas sigurisht dhe shpenzimet janë pjesë Ushqimi, ushqime tradicionale. Është faleminderit. Ideja ishte do thosha këtë. Apo e frekuentoni dhe e doni ja, Darzezin? frekuentoj gjithmonë. Hapja është shumë e bukur, pjesëmarrja është e madhe
I urojmë suksese këtyre organizatorëve. Ju e frekuentoni familjarisht? Po. Nuk zgjidhni të largoheni, le të themi, në jug edhe këto trendet e reja? Kryesisht tu në Darzez. Krahasimi me sezonin e vitit kaluar, si e sot këtë vit, organizimi? Duket më pastër, më mirë. Ju pse zgjidhni plazhin e Darzezës? Ule që kategori kishte. Po. Pse zgjidhni plazhin e Në Darzez, vim. Po pse? Na pëlqen, është çik më qetë, se plazhet e tjera kanë shumë fluks. Pra, Po. sigurisht ajo privatësia. Po, është çik më qetë këtu. Ju vini dhe me shoqet dhe me shkollat? Po, dhe me shoqet, me shkollat ja po bëjmë këtë eventin këtu që kemi ardhur, për lojmë tenis. Përfaqësojmë shkollën Anton Xoxa. Për privatësinë vetëm apo edhe Për qefin, edhe rërat bën mirë ndonjëherë. Faleminderit. në Darzez shpesh? Po, më pëlqen si det, natyra, deti, rëra, domethënë çdo gjë është e mirë për mua. Mendoj se ky hapje i sezonit është shumë mrekulli, shpresojmë që të bëhen akoma dhe gjëra më të mira dhe besoj se do hecin gjëra të mbar për këtë vit. Faleminderit. Vini zakonisht në Darzez apo çdo vit. Si duket, si vjet, si mendon? Mirë, fillimi është tani, po mirë duket. Nga vini? Na pëlqen, na fill.